Gjatë periudhës 1 deri në 31 korrik 2026, si rezultat i kontrolleve të rregulla të trafikut të realizuara nga policia në të gjithë vendin, janë shqiptuar gjithsej 20.976 gjoba. Prej tyre 4.241 kanë qenë ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk kanë respektuar kufizimet e shpejtësisë, thuhet në një komunikat të Ministrisë për Punë të Brendshme. Në mënyrë të rrezikshme janë privuar nga liria 496 persona, prej të cilëve 81 për drejtim në ndikimin e alkoolit, 373 për drejtim pa patent shoferi, 25 për drejtim të automjetit pavarësisht ndalimit të mëparshëm, 3 për tejkalim të shpejtësisë së lejuar në zonë të banuar, 13 për tejkalim të shpejtësisë jashtë zonave të banuara, 1 person për drejtim në kah të ndaluar. Në të njëjtën periudhë janë konfiskuar 332 automjete, në përputhje me nenin 300B të kodit penal. Sipas statistikave të policisë, gjatë muajit korrik janë evidentuar edhe 4.694 shkelje për parkim të parregullt, 430 gjoba për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit. Po ashtu në bazë të ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, 2073 motociklistë janë gjobitur për mosmbajtjen e helmetës mbrojtëse. 1829 pjesëmarrës në komunikacion janë sankcionuar për mosvendosjen e rripit të sigurisë. Sipas ligjit për automjetet, 299 automjete janë larguar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, 125 për shkak të parregullsive teknike. Gjithashtu, 44 drejtues mjetesh janë sankcionuar për mos respektimin e rregullave lidhur me errësimin e xhamave të automjeteve. Policia njofton se kontrollet të trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe apelon që të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion të respektojnë rregullat e trafikut me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë.